Gjuana Nikolaj, 25 vjeç, u gjet e vdekur pas konsumimit të fostoksinës, ndërsa autopsia konfirmoi shenja dhune në trupin e saj. Policia e Tiranës ka shpallur në kërkim bashkëshortin e saj Eraldo Fizi për dhunë në familje dhe shkaktim të vetvrasjes. Para se të ndërmerte aktin final, 25 vjeçarja kishte lënë edhe një letër. Nuk doja më që ata njerëz që më kanë bërë keq të vazhdonin të më lëndonin, shkruante ajo. Në fund të letrës, ajo u kërkonte ndjes nënës dhe babait të saj. Martesa e çiftit kishte zgjatur pak muaj dhe kishte përfunduar vitin e kaluar. Por kjo nuk ka penguar të dyshuarin Fizi që të vijonte dhunën psikologjike dhe fizike ndaj ish-gruas së tij, duke e quar deri në vetvrasje. Hetimet bëhen nga policia e Lezhës dhe Tiranës bashkë me prokurorinë,